Jemi shumë të lumtur. Të lumtur dhe kështu qofshi me humor, me gaz, me hare, me gallata, ha. Se më duk si urimi i vitit të ri. Si është ajo mbarsi, gëzime, urime, integrime, hare, paçi në familjet tuaja dhe tek ajo katrori atje Paç fat ju të gjithë që na ndiqni nga YouTube-i në kanalin ton, gjithashtu ju që na ndiqni nga valët e Radio Sol në 89.0 FM dhe ju që na ndiqni nga Spotify. Tani ne do t'jemi edhe në këtë episod të Kinotek së bashku me sugjerime e po ashtu edhe me të ftuar. Na presin gjëra plot interesante si çdo herë tjetër, me modestin time që shtrihet gjithmonë rrugëve të Tiranës. Shtrihet vjen deri këtu te unë po. Do të fillojmë me një herë me çfarë ka ndodhur në 21 maj në art dhe kulturë. Në vite të ndryshme. Do ta nisim me vitin 1908. Kur jepet premiera e filmit të parë horror amerikan Dr. Jekyll and Mr. Hyde në Chicago me regji të Otis Turner dhe skenar të George Fish. 21 maj 1927, Charles Lindbergh përfundon fluturimin e parë transatlantik solo pandales dhe kështu kthehet në një frymëzim për shumë vepra letrare dhe filmike. Si e bëri këtë fluturimin solo ky? Okej. Nuk e di po. Ndonjëherë më bëjnë të dyshoj gjitha këto lajmet aviacionit, u nis nga një vend, përfundoi në vend tjetër. Ndërkohë që ne vetëm për gjatë vitit fundit kush e di se sa aksidente ajrore kemi parë në 2024-2025, e kupton? Pse mendove kaq thellë Viola? Po tani. Pak më pozitive, Besoj që tregon që unë jam thjesht një vajzë. Okej. 1959, musical i Gypsy i Jules Stein dhe Stephen Sondheim hapet në Broadway, duke u bërë një nga shfaqjet më të njohura të teatrit amerikan. Vijojmë tek 21 maj vitin 1980, jepet premiera e filmit Star Wars The Empire Strikes Back në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Mbretërinë e Bashkuar, gjë që patjetër rezultoi më tej ta kthente atë në një nga filmat më të rëndësishëm në historinë e kinemas. Dhe meqense e nisëm me filmat, te filmat në ngelemi, do të flasim për 5 filma sugjerim. Do t'i përmendim si emra dhe pastaj pak më gjatë për secilin. E nisim me The 400 Blows i vitin 1959. The Sopranos, seriali vitit 1999 i transmetuar deri në 2007. Rectify, sërish serial 2013-2016. Vijoj më tej tek sugjerimi i radhës Force Majeure i vitit 2014. Mirë, dhe i fundit After Sun i vitit 2022. Flasim pak më gjatë, ta nisun? Po, nisem me të parë. Okej. The 400 Blows, vitit 1959, me regji të François Truffaut. Ky klasik francez është një pikë kthese në historinë e kinemas dhe vepra më e famshme e asaj që quhet vala e re e filmave francez. Filmi ndjek jetën e Antoine Doniel, një djalë adoleshent që përballet me braktisjen familjare dhe shtypjen institucionale. Filmi fitoi çmimin për regjinë më të mirë në festivalin e Cannes dhe u nominua për Oscar për skenarin më të mirë origjinal. Ishte një sukses dhe sidomos në publikun që ndjek filmin në Francë dhe jashtë saj duke nisur karrierën e Truffaut me bujë ndërkombëtare. Vijojmë me të radhës The Sopranos, një serial i vitit 1999, i cili vijoi deri në vitin 2007 me regji të David Chase, një dramë revolucionare mbi një bos mafioz në krizë ekzistenciale që u bë themeli asaj që sot njihet si televizioni prestigjioz. Seriali fitoi 21 çmime Emmy dhe 5 Golden Globes, përfshirë këtu çmimin për aktorin më të mirë për James Gandolfini dhe dramën më të mirë. Buxheti për episod varionte nga 2 deri në $6 milion, duke u rritur me popularitetin e serialit, ndërsa ndikimi i tij në industrinë televizive është i pakrahasueshëm dhe hapi kështu rrugën për seritë komplekse narrative që pasuan më tej. I jashtëzakonshëm The Sopranos. Do të vazhdojmë me një tjetër serial, Rectify 2013-2016 nga Ray McKinnon. Një dramë introspektive që ndjek Daniel Holden, i cili del nga burgu pas 19 vjetësh duke pritur radhën e vdekjes, pra death row ajo quhet në anglisht. E ndërsa përpiqet të rifitojë një vend në botë, edhe pse nuk është serial mainstream, Rectify mori vlerësime nga kritikët dhe fitoi çmime nga Peabody Awards dhe Critics' Choice Television Awards. Ishte një projekt i financuar
modestisht nga Sundance TV me buxhet përmbajtur, por u vlerësua për cilësinë e jashtëzakonshme artistike dhe ritmin filozofik të rrëfimit, gjë që duket se në shumë seriale të tanishme ka humbur. Vijojmë tek I radhës Force Majeure i vitit 2014 me regji të Ruben Osland, dhe më ka thënë mami mos ha me luk të trazuar. Mos ha me me luk të trazuar. Ke parasysh kur bëhet gjella? Po. Pse është thonë që nëse ha me atë lukun që gatuhet, jo mund të merret goja dhe kam shpërfar që merret goja. Megjith atë do përpiqem ta çoj deri në fund, ka probleme. Është një film suedez që eksploron tensionin familjar dhe burrërinë përmes një incidenti gjatë një pushimi në Alpet franceze. Filmi ka fituar çmimin e jurisë në seksionin Uncertain Regard në Cannes dhe u përzjodh si kandidati suediz për Oscar për filmin më të mirë ndërkombëtar. Me një buxhet rreth 4.5 milion dollar, filmi pati sukses të gjerë në Evropë dhe në tregjet e art house në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke çuar në një remake amerikan që ishte pikërisht Downhill i vitit 2020 dhe duke vendosur Osland në rrugën drejt palmës së artë për filmat e tij të mëvonshëm. I fundit, por jo për nga rëndësia, After Sun i vitit 2022 nga Charlotte Wells. Një portret intim mbi një vajzë që përpiqet të rindërtoj kujtimet e pushimeve me të atin e saj, ndërsa përballet me ndjenja të pazgjidhura dhe dhimbje të pashprehur. Filmi fitoi çmimin për regjinë më të mirë debut në British Independent Film Awards, u nominua për Oscar për aktorin më të mirë për Paul Mescal dhe u shpall një nga filmat më të mirë të vitit nga shumë revista prestigjioze si Sight and Sound and The Guardian. Me një buxhet modest prej rreth $1 milion, filmi gjeneroi fitime solide në kinema dhe një impakt të jashtëzakonshëm pati emocionalisht tek publiku dhe tek kritika që e vlerësuan mjaft. Tani do të shkojmë edhe tek librat që sugjerojmë për ju në këtë të mërkurë të Kinotekës. Inteligjenca emocionale vitit 1995 nga Daniel Goleman dhe Genealogjia e moralit e vitit 1887 nga filozofi Friedrich Nietzsche. Unë bëj nis me inteligjencën emocionale për të treguar paksa shkurtimisht lidhur me atë se çfarë ka në përmbajtje. Ky libër është në fakt themelor në fushën e psikologjisë popullore dhe argumenton se aftësia për të kuptuar dhe menaxhuar emocionet është po aq e rëndësishme sa inteligjenca tradicionale. Goleman eksploron ndikimin e inteligjencës emocionale në suksesin personal dhe profesional duke ofruar shembuj konkret dhe kërkime shkencore që mbështesin pikërisht tezën e tij. Libri ka ndikuar në mënyrën se si individët dhe organizatat e kuptojnë rëndësinë e emocioneve në jetën e përditshme dhe ne jemi shënje që funksionojmë në bazë të emocioneve, edhe pse disa njerëz mund të përshkruhen si të ftohtë, njerëz që nuk depërton kurrë brenda tyre, ne jemi në thelb qenie emocionale dhe ato shpeshherë na udhëheqin drejt vendimeve më të rëndësishme. Dhe ne në fakt nuk jemi vetëm qenie emocionale, por jemi qenie që udhëhiqemi edhe nga vlerat morale. Pikërisht Genealogjia e moralit e Friedrich Nietzsches, një vepër jashtëzakonisht e rëndësishme e korpusit të veprave filozofike botërore, analizon origjinën dhe evolucionin e koncepteve morale në shoqëri, duke sfiduar normat tradicionale dhe duke propozuar qasje kritike ndaj moralitetit që ne e konsiderojmë të zakonshëm, pra me të cilin jemi mësuar. I sfidon Nietzsche pikërisht këto norma. Libri ofron një reflektim të thellë mbi natyrën njerëzore, vërtet shumë të thellë si reflektim, duke rezonuar me temat e vetanalizës dhe të sfidimit të konvencioneve, të cilat duan guxim intelektual së pari. Mirë, këto ishin sugjerimet tona, ne do të rikthehemi vetëm pas pak me të ftuarin këtu në studio, po deri atëherë ju e dini që askush nuk është si ne. Not Like Us nga Kendrick Lamar, e dëgjojmë, shijojeni dhe rikthehemi pastaj sërish në studion e Kinotekës me bisedën me të ftuarin. Ja ku jemi rikthyer sërish në studio, jam me Violën edhe me një personazh shumë interesant që e kemi këtu në studio. Unë personalisht jam shumë kurioz që të mësoj gjëra prej tij. Ka qenë mjaft i përfolur në zhvillimet e showbizit, nuk po e grits pak më shumë atë kuriozitetin, sepse menjëherë tani do të prezantojmë Ols Abazin, regjisor, producent, themelues i Millor Films. Të presim ashtu siç ka lezet me Duart Trokitje. Faleminderit shumë për Duart Trokitje dhe për mikpritjen. Dhe për derën që e shkela për herë të parë këtu ke ju dhe shpresoj që me fat, inshallah, me fat. Keni sukses sepse i kam ndjekur
podcastet tuaja, apo edicionet tuaja dhe me thënë drejtën keni një energji shumë të mirë. Shumë faleminderit. Fjalë të tilla na motivojnë, na motivojnë. Urojmë të kesh hyrë me këmbën e djathtë, mos ta kesh harruar traditën e shqiptarit. Po jo, me këmbën e djathtë hyj, sepse kam edhe besimin pak musliman, kështu që e kam këtë këmbën e djathtë. Tani me Olsin do flasim për shumë gjëra, thash që është biseda ka nisur me kohë këtu. Ka nisur me kohë dhe bile si thash para se të futeshim që pjesa më e mirë e bisedës u zhvillua përpara se të niste. Jo, ato mos e thuaj. Kështu që tani bëjmë atë bisedë, ne mund ta bëjmë edhe më të mirë se aq. Shumë mirë. Okej. Nise. Unë po e nis nga fakti që vetëm përpara pak muajsh ti patë një eksperiencë televizive dhe si është për një njerëz që zakonisht qëndron pas kamerave. Si ideatori i gjithçka e shëndot të shfaqet publikisht në një moment caktuar. Ishte jo thjesht përballë kamerave, ishte në qendër të kamerave nga gjitha anët. Një tmerr i vërtet. Mu në mes të Koloseumit atje duke po eksperienca shiko, kur ti je pas kamerës e ke shumë të thjeshtë të tregosh tjerëve se si do ta bën një gjë dhe ku bëjnë gabim apo ku do ta çosh ti gjën. Dhe pikërisht për mua kjo ka qenë edhe një lloj pikpyetje të cilën unë doja ta zgjidhja. Si është ti je ti aty në mes të kamerave? Dhe si sigurisht që nuk është e thjeshtë. Dhe unë zgjedh të jem pas kamerave. Tërhiqesh. Ama zakonisht punën më të vështirë e bëjnë ata që janë pas kamerave dhe unë këtë e besoj plotësisht. Po, një pjesë të mirë të punës që bëjnë ato para kamerave, ja bëjnë ato që janë pas kamerave. Megjithatë, si është ajo shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo. Po, shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo. Megjithatë, kam përshtypjen që edhe përpara kamerave, pra përpara i rrethuar nga kamerat nga të gjitha anët, ti ke lënë një përshtypje shumë të mirë tek publiku. Të paktën performanca jote nuk ishte as pak për tu kritikuar. Shiko, unë me thënë të drejtën e kisha shumë të qartë në kokë që po hyja në një terren të panjohur për mua. Po sigurisht që unë nuk është se nuk e njoh sjelljen njerëzore. Pra, nëse ti hyn në një terren ku e di që është i panjohur, po ti njeh sjelljen njerëzore. Dhe aty unë kuptova që në fund të ditës ajo që unë doja të bëja me veten ishte një gjë relativisht e mirë. Por që dhe atë kam thënë edhe kur kam le të themi lënë atë shtëpi që ti nuk mund të bësh me faj nëse toka ishte e mirë apo toka ishte e keqe. Duhet që bujku të jetë i mirë apo bujku është i keq. Nuk mund të bësh me faj tokën, sepse është një bujk që e punon tokën. Duket si diçka e nxitur nga kurioziteti. Dhe sigurisht që nuk ishte e thjeshtë për mua ta punoja atë tokë. Dhe prandaj dhe me sa duket po mirë, a mendojnë që je bërë disi më i kuptueshëm për publikun pas daljes nga shtëpia? Të kuptojnë pak më tepër. Deri diku po. Domethënë fakti që për mua nuk ishte e thjeshtë ose le të themi e pamundur që dilja nga natyra ime, kjo në një kuptim bëri që edhe të paktën njerëzit që më njohin, por edhe një pjesë të tyre që nuk më njohin, të marrin le të themi të rezonojnë me këtë pjesë timen që të vinë më pranë, po them. Është shumë e vështirë për mua që të realizoj diçka në të cilën unë nuk e besoj, pra. Nuk besoja dot që të kthehesha në diçka tjetër apo dikush tjetër. Megjithëse shumë e bëjnë kënaqësi të madhe. Shiko, ajo është minjëri dhe unë nuk i gjykoj as pak, përkundrazi. Spektakli kërkon që ti të marrësh disa ngjyra dhe disa forma dhe ka disa njerëz që bëjnë spektakël, dhurojnë spektakël dhe ka disa njerëz që nuk e bëjnë dot këtë gjë. Dhe me sa duket unë hyj te këto njerëzit që më shumë e ndërtojnë spektaklin se sa e performojnë atë. Tani, si reality show ajo është i bazuar ose në fillesa dhe zanafillën e tij e ka nga libri i Orwellit. Dhe unë po të bëj një pyetje ndryshe këtë herë. Orwelli ishte ai që e frymëzoi për ta nisur një spektakël të tillë, po ti a je frymëzuar ndopaks për të filluar ndoshta diçka pikërisht nga kjo eksperiencë që kalove? Shiko, ajo është një eksperiencë e jashtëzakonshme, duhet të them kjo gjë. Dhe emocionet që ti përjeton janë absolutisht, nuk po them të jashtëzakonshme, se do duket si janë të pazakonta. Okay. Dhe ti përjeton hyn në një realitet komplet tjetër. Dhe sigurisht që ky realitet dhe njerëzit që zakonisht krijojnë gjërat e tyre kur hyjnë në realitete ose kur përjetojnë realitete të pazakonta. Qoftë kur bien dashuri, qoftë kur dalin nga dashuria, qoftë kur përjetojnë vetmi apo etj. Dhe sigurisht që ajo ka ngacmuar, le të themi, në një kuptim edhe
rrënjët e kreativitetit tim. Sigurisht që mund dhe janë dy projekte që mund të realizojmë, por në fund të ditës nga gjithë këto vite eksperiencë kam kuptuar që gjërat e mira duan para dhe nuk mund të hysh një gjëje pa qenë i sigurt që ajo gjë do dalë një produkt i mirë. Dhe që dalë një produkt i mirë sigurisht që duhet të kesh shok të mirë me para në fund ditës. Mendon që ta bën më të thjesht punën dalja nga ky format për të gjetur para, ka qenë diskutim i bër kurdoherë ky. Jo, të paktën në punën tonë, në ndërtimin ose në vazhdimin e industrisë filmit apo të produkteve filmike nuk është askush nuk t'jep para se ti ke qenë i suksesshëm apo jo në një spektakël të suksesshëm televiziv. Dikush t'i jep parat sepse ai beson që ti mund të bësh një produkt të mirë. Dhe dikush në fund të ditës t'i jep parat nëse ai beson që ato para i kthehen mbrapsht. Dhe këto gjëra nuk ndodhin sepse ti dole në televizor dhe u bëre i njohur dhe njerëzit u bë i njohur. Sepse si profesionist ke një përgjegjësi për t'i kthyer feedbackun. Të paktën në punën tonë, ndërsa për sa i përket të paktën në punën tonë që është një punë në grup, ndërsa për ato që janë këngëtar apo që kanë një punë që janë ato vetë që performojnë dhe prej asaj marrin sigurisht që ai spektakël është një trampolin shumë e rëndësishme për çdo që mund të di ta përdori siç duhet. Në fakt ju të dy po bisedoni, unë nuk e kam mendjen fare dhe nuk po ju dëgjoj dhe po mendoj diçka tjetër për të pyetur Olsin. Duke qenë se faleminderit që na e the që nuk na ke dëgjuar deri tani. Po dëgjoja fare. Na zbulo ato perdën tënde. Duke qenë se duke të dëgjuar sa i takon përshkrimit që po i bëje vetes, mendoj që deri diku kemi ngjashmëri, pra edhe temperamenti im është pak a shumë i ngjashëm me tëndin që preferoj ta ndërtoj një strategji se sa ta performoj atë. Nëse për shembull mua do të më vinte ftesa për të futur në atë reality show apo në një reality show të ngjashëm, në një format tjetër, po të ngjashëm. Cila ishte këshilla që do më thoje. Dhe kam shumë të sinqert se dua ta kuptoj si futesh aty dhe si fiton, çfarë strategji e ka. Çfarë bëhet tani për të fituar mbase do duhet. Aty të paktën këshilla ime është që duhet të kuptosh tek vetja nëse ti e ka përcen dot vetveten apo jo. Nëse ti mund ta ka përcesh vetveten në situata të caktuara, sigurisht që ti je një prej personazheve që mund të shkëlqesh në një formë në atë spektakël. Nëse ti je një personazh që ke shumë të vështirë që të përballesh me një realitet që mund të jetë për te i vetes tënde, atëherë më mirë rri në shtëpi dhe shive nga shtëpia. Sakt, thjesht, qartë. Ne e nisëm me pjesëmarrjen tënde të fundit në një reality show, megjithatë puna jote përpara pjesëmarrjes aty flet shumë për profesionalizmin edhe gjithçka tjetër. Po përmend Nilor Films, kështu që ta nisim nga Zanafilla, si nis. Shiko, kjo ka nisur para 17-18 vjetësh le të themi. Dhe ka nisur si një nevojë, ne kemi qenë një grup miq dhe shokësh që siç keni dhe ju radion kemi pas edhe në radion tonë dhe krijonim reklama apo situata të ndryshme në radio, të cilat vinin si kërkesë e kompanive. Dhe ndërkohë që ti për shembull vjen një kompani e caktuar X dhe thotë dua të bëj reklam produktit tim dhe ti ndërton një ide. Dhe pastaj duke qenë se ideja është e suksesshme, e thotë që okay, po ku mund ta realizojmë këtë gjën që ta kemi edhe në televizion. Dhe kështu nisi, le të themi, nga kërkesa nisi edhe domosdoshmëria për të ndërtuar një kompani filmike, të cilën, me thënë të drejtën, unë kam pasur një si ëndër, po ta quaj edhe pse fjala ëndër nuk më pëlqen, që të shkoj ta ndërtoj këtë gjën, por qëllimi i cili është që ne të ndërtojmë, të bëjmë filma në Shqipëri. Filma në kuptimin që ta avancojmë këtë industri, e cila është një industri në gjenezën e vet në momentet që flasim, pra filmi modern shqiptar është në momentet e vetet të para, ku por po ecën mirë. Por që po ecën mirë sepse njerëzit të cilët po bëjnë këtë gjë janë njerëz pasionant, të gjitha hallkat e bërjes filmit, duke filluar që nga ato që shkruajnë skenarin, duke vazhduar që nga ato që janë producentë që marrin përsipër riskun për ta çuar filmin diku dhe për ta marrë përsipër realizimin e filmit deri te regjizori dhe pastaj me radhë gjithë skuadra që janë nga drejtori i fotografisë, bër casting, lokacionet e tjera derisa mbrim tek
dalja e filmit në kinema. Sa e vështirë është të bësh një film në Shqipëri? Të bësh një film vetë është shumë e vështirë. Që në Shqipëri akoma dhe më e vështirë. Që këtu do të bëjmë marrëveshjen e fjalës dhe prej aty ta bësh në Shqipëri është disa herë më e vështirë, jo sepse Shqipëria është një vend i vështirë, por sepse Shqipëria është një vend i vogël. Ols, po si bëshin filmat e kino studios aso kohë? Apo ishin me plan, ato ishin me plan shtetëror? Shiko, ka pas kino studio ka pas një buxhet të vetin, ka pas njerëzit e vet, ka pas një qëllim që për shembull në fund të viteve 80 mbritën në 14 filma në vit. Dhe duhet realizonin patjetër 14 filma në vit. Gjë që do të thotë do të kesh 14 skenar, do të kesh 14 regjisor, do të kesh 14 grupe të ndryshme, dhe e kishin gjithçka e kishin gati në kuptimin vetëm të pranohej skenari, të ndiqej vija e ideologjisë partisë etj. Dhe ka ishte me filmi. Planifikim shtetëror, kështu që. Më pas ajo si industri u shkatërrua dhe u mbeti vetëm një qendër e filmit e cila kishte një shumë parash, të cilat do shpërndaheshin për të bërë 1 ose 2 ose 3 filma në vit. Gjë që ka vazhduar deri vonë dhe paralelisht me këtë u ndërtua dhe ajo që quhet indie filmmaker, pra ato që bëjnë filma të pavarur, që tek cilët e fuz veten edhe unë, të cilët ne menduam që nuk ka pse ti domosdoshmërisht të marrësh para nga qendra e filmit, por ti mund të ndërtosh një linjë tënden dhe të bësh filmat e tu dhe kjo e bën punën akoma më të vështirë. Absolutisht që e bën më të vështirë, por e bën edhe ty të bën një profesionist me më shumë mbështetje, sepse një gjë që ti e bën vet është, le të themi, mbrin që një ditë ti jesh më i zoti se dikush që thjesht i merr parat nga dikush tjetër. Mirë, do ta vazhdojmë bisedën me Olsin, vetëm se na ra Zilja. Zilja na tregon që profesori hyrimsim, apo ishte këngë tjetër ajo që këndoi Tears. Do shkojmë te hapësira e parë muzikore në këtë pjesë me të ftuarin, cila është lexoj vetë Gonseç mi zgjedh sa këngë. Barry Sanders nga Head Hanko Amir. Mirë, jemi rikthyer në studion e Kinotekës me Gonin dhe me Olsin, do të vijojmë diskutimet. Tani ne dëgjuam muzikë, po nuk të pyetëm ty Ols, çfarë muzike dëgjon zakonisht dhe çfarë po themi rrymë të inspiron gjatë periudhave të ngarkuara? Jo, në përgjithësi dëgjoj muzikë pa tekst. Instrumentale. Instrumentale, ritmike, gjëra që kanë më thënë techno, gjëra të kësaj natyre më përfshijnë. I ndan sipas moodit apo në çdo kohë mund të dëgjosh? Shiko, unë në përgjithësi kur ti dëgjon muzikë nga YouTube-i, cilën unë kryesisht i dëgjoj kur jam në makinë, ajo krijon atë matricën e vet, krijon atë gjën dhe ti lëviz nëpër ujërat që ti zgjedh që të lëvizësh. Një sugjerim kam unë. Ne tek Sol 89 Radio kemi muzikë shumë të mirë, kështu që kur je në makinë mund na dëgjosh. Se zgjedhin çunat me shumë kujdes. Pa diskutim. Për shembull, një po them një sidekick Deep Fear nuk më del kur nga qefi, për shembull, është një gjë që e dëgjoj vazhdimisht, po them një tipologji muzike. Kështu që kjo është, këtu janë ujërat në cilat unë notoj. Si bëra unë tani, po, fjala me muzikë është ajo. Ose kam idenë fare, fare. E goni me mendje ishte tek pyetja si bëhen filmat në Amerikë. Jo, isha tek pyetja si bëhen filmat në Amerikë, po kjo sidekick Deep Fear është techno? Është techno. Nga titulli këtë vibe. Interesante. Është Ani, si bëhen filmat në Amerikë? Si realizohen, si mrihet, si funksionon industria atje. Industria atje funksionon pak më ndryshe se në Evropë, është një zinxhir i vendosur qartë, pra le të themi një producent shkon tek, me që e kam përpara Cineplexin, shkon dhe u thot që un kam këtë në kokë, kam këtë film që është me Shkon te kinemaja, kam këtë film që është me këtë regjisor, ato e fusin atje tek kompjuter, në kompjuter, në ato të vetën. Kam këto aktor, bie fjala Al Pacino dhe filani, dhe ne e fusin ato atje. Kam këtë regjisor, kam këto gjithë elementet që përbën filmin dhe ato thonë, okay, ky film minimalisht tek ne mund të shesi kaq para nëpërmjet biletave se biletet janë ato që ushqejnë kinema në Amerikë.
Dhe ky me këtë kontratë, me kontratën që ka me të gjithë aktorët, regjisorët dhe të gjithë këto që të lartë përmendurit, shkon dhe nëse nuk i ka ato para, shkon dhe i tërheq kredi. Mi merr kredi në bankë. Dhe kështu ai ndërmerr përsipër një nisëm e cila në vetvete është një risk, një rrezik që e merr vetëm ai. Dhe në fund të ditës është ai që kërkon që përzgjedh regjisorin e dur, aktorët e dur etj, sepse risku është i tij. Dhe ai me intuitën e tij e di se cilat filma mund të hecin dhe cilat filma mund të sjellin sukses dhe ai PO Boxit mbushet plot me shikues dhe para. E njëjta gjë mund të funksiononte edhe në Shqipëri nëse në Shqipëri do kishte kinema, pra nëse në Shqipëri çdo bashki le të themi do kishte kineman e vet. Për shembull mund të themi në Cerrik do kishte një kinema, në Korçë, në Maliqe, ku e diun ku do kishte një kinema të madh apo të vogël në funksion të atyre qytetarëve. Unë i pari do ishte ai që do ndërmerne realizimin e më shumë se një apo dy filmave në vit, sepse do e dija që filmi do britën nëpër Shqipëri dhe në një kuptim apo në një tjetër do ishte i shitur. Do i kujdoj, po. Dhe detyrimisht pastaj do fillonte të vendosë një standard se cilat filma janë ato që mund të hecin ose jo në Shqipëri. Ndërkohë që gjëja që mungon është vitrina me cilën ti mund të shesësh filmin tënd. Sepse në Shqipëri ka shumë pak salla kinemaje, të cilat nuk arrin dot të justifikojnë paratë e shpenzuara për realizimin e një filmi. Ndërkohë që ti si producent konkretisht je i detyruar që të shkosh edhe të bësh takime me bizneset. Dhe kjo pastaj kthehet në një rutinë frustruese, kthehet në një duhet të shkosh kërkosh lek. Duhet shkosh të kërkosh lek për një gjë të cilën e cila në fund të ditës kompanive që t'japin para nuk është se o kthejnë para në mbrapsht. Dhe këto janë vetëm dashamirë dhe njerëz që të ndihmojnë ty personalisht, që vlerësojnë punën tënde po them. Dhe janë ato që në fund të ditës thonë, okay, e di si është puna, po ti bën një gjë të mirë, unë po të ndihmoj një herë, dy herë, tre herë, po sa do të ndihmoj ai? Po. Se sa do të ndihmojnë? Sepse sa do rritet shitja e sallamit nga filmi ose shitja e djathit. As që bëhet fjalë që kjo gjëja mund të sjellë atij përfitime, përveç se një kënaqësie personale, po faktit që ai ka kontribuar për një film, po faktit që vjen premier, po faktit që në postrat apo në banderolet apo në mbase edhe mund të ndikojë tek një rritje të shitjeve, se unë po kujtoj tani Barbin. Çfarë u bë me Barbin që në thelb ishte i marketing për kompaninë. Barbie aq para sa shpenzoi për filmin, aq para shpenzoi edhe për marketingun. Dhe marketingu i shumë filmave ka po atë shumë para që kanë dhe për realizimin e filmit. Mbajnë mos gaboj, Barbie ka pas një kuot diku ke 160 milionë euro për realizimin e filmit dhe po aq ka patur për marketingun e filmit. Po. Kështu që flasim për shifra astronomike të frikshme. Tjetër komplet. Patjetër, nuk vendosen dot në krahasim me njëra tjetrën, po. Është e pakrahasuar. Tani Vjolla do flasim pak për dy produkte kinematografike. Një në kuadër të dashurisë tani sim. Okej. Megjithatë si vite kam përshtypjen që Snobi është më hershëm, pavarësisht që po shfaqet tani. Snobi, po, ne kemi po çka ka ndodhur? Ja kemi hapur dyert që Snobi të dalin në YouTube. Më pse është regjistruar 2021-shin dhe ç'po jepet tani? Se nuk e kam kuptuar realisht. Snobi ka qenë një realizim midis Nilor Film dhe Annabelle Entertainment në rastin konkret. Ka qenë një bashkëpunim mes nesh, meje, Redi Treni që është regjizori dhe Dalina Buzit që është skenariste dhe bashkëproducente në kam përshtypjen nuk është bashkëpunimi i parë ky Hostel by Annabelle duhet të qenë jo, dikur në një moment kemi bashkëpunuar pak në Hostel by Annabelle, po nuk ka qenë ai në fakt qëllimi im, unë duke qenë se Dalinës gjithmonë në një kuptim ja kam admiruar të shkruarin e skenarëve dhe mënyrën e vet ose qasin që ajo ka ndaj botës, po ta quajmë kështu. E kam thënë që nuk është Hostel by Annabelle gjëja që unë duhet bëj. Nëse do që të bëjmë diçka, shkruaj diçka që është më interesante dhe ajo më pati thënë që po, e kam diçka interesante, po ngeli thjesht një bisedë derisa mbritëm momentin që i hym detit me këmbë. Për Snobin dhe i mbrim tek Snobi, ky momenti ku shumë këmbë pan një det dhe thanë okay, mund ta kalojmë këtë det në këmbë. Okej. Cila ishte pika më e thellë? Shiko, në det dhe prandaj është shpreha e hyn detit në këmbë, që sa më shumë shkon aq më thellë bëhet. Okay. Dhe në 2021 ne nisëm si pilot
si një film për ta hedhur në YouTube. Dhe seria e parë dhe e dytë kanë qenë pak a shumë një lloj piloti i filmit. Dhe nuk është i xhiruar në kontekstin e kinematografisë me film. Dhe pastaj kuptuam që kjo gjëja mund të shndërrohej në një gjë kinematografike, në një gjë të mirëfillt, një film, më fal, një serial që ka të gjithë parametrat e vet të një filmi. Dhe këtu dhe lindi pasaj ideja që mund të shkoj edhe të flisja me Top Channel dhe të merre një lloj për tyre që kjo gjëja mund të merrte një airtime që transmetohej një herë në javë. Dhe prej aty pastaj filloi, le të themi, në gjatë 2022-shit ne xhiruam të 8 seritë e tjera, që fillon nga seria e 3 me radhë, e cila na mori më shumë se 80 ditë xhirimi nga 16 orë në ditë. Më shumë se sa kilogram ke humbur gjatë asaj kohe? Po, se di. Nuk janë kilogramat ato që më shqetësuan se sa shumë gjëra tjera që u mbet gjatë asaj periudhe. Më shumë se para, nerva, dhe për shkak mund të them që janë mbi 600, i kam të fiksuar në kokë, janë 654 skena, janë më shumë se 86 lokacione të ndryshme në të cilat duhet të xhirosh. Më shumë se 300 sa figurante, etj. Cila është ideja e Snobit? Ideja e Snobit është le të themi një trajtesë e realitetit të rinjve në Shqipëri. Është një teen drama, nuk është një teen drama, është një, po e quaj trajtesë, që mos ta quaj trajtim, është një trajtesë, tamam kjo fjalë i ri, se si është, le të themi, jeta e disa të rinjve që janë të rinjtë e babit dhe mamit pasur, me 2-3 që kanë vinë nga hallet të tjera shqiptare, që duan të... Dy realitete që përplasen. Dy realitete që përplasen, që në ndërmjet tyre kanë ngjarje të ndryshme, të cilat zbulojnë në një kuptim realitetin ton, që këto fëmijët e babit pasur sigurisht që zbulohet se çfarë bën babai apo një apo tjetër, dhe sigurisht edhe vështirësitë që kanë fëmijët që nuk vijnë nga familje të pasura, dhe se si janë të detyruar nga njerë që për hir të arsyeve të caktuara të jenë të detyruar që të hyjnë në rrethana për grupe të caktuara njerëzish, që mund të janë dhe grupe kriminale. Filmi nuk u dha në top. Filmi është dhënë në top. Është dhënë në top. Është dhënë se në pas top. kam parë, po, Dhe një nga arsyet pse ne nuk e kemi nxjerrë këtë gjë në YouTube është sepse kemi dashur që të vazhdojmë Snob 2. Të vazhdojmë sezonin e dytë të Snobit. Çfarë ndodhi? Cila nuk është se ndodhi gjë, por që koha kalon edhe nuk është se ne kemi hequr dorë nga realizimi i sezonit të dytë të Snobit. Dalinën tani e kemi parë të angazhuar me projekt tjetër. Por që jo, kjo nuk e bën, kjo nuk e pengon Dalinën që të shkruajë një seri të tjera serish, skenaresh. Por që ajo që na pengon neve të gjithëve është mungesa e fondeve për të realizuar një gjë të mirë, sepse këtë serial ne kemi realizuar përveç se me ndihmën e miqve dhe njerëzve që kanë besuar te ne, që na kanë mbështetur në një formë apo në një tjetër, një pjesë të mirë të saj kemi realizuar nëpërmjet fondeve tona, nëpërmjet lekëve tona, apo njerëzve që janë angazhuar pafundësisht, duke qenë dhe duke u ndjerë të nënpaguar, vetëm sepse të gjithë bashkë kemi ndarë një pasion. Tani, përmende të rinjt, duke ju referuar patjetër përmbajtjes së serialit Snob, po unë do doja të pyesja ty si Ols, që karrierën e ke filluar vite më parë, atëherë kur ishte edhe pak më e vështirë, po e them. Si do i përshkruaje të rinjt sot? Kanë lidhje me Snobin këta? Unë e dëgjoj shumë shpesh, ka një her pas here shumë njerëz flasin për shumë të rinj që nuk punojnë, që janë të demoralizuar ose duan direkt të mbrin tek ajo thela, të mbrin direkt në sukses etj. Të bëjnë goditjen e madhe. Un kam një, le të themi, mblejoni që ta them pak këtë gjë. Kam një këndvështrim timi mbi këtë gjë. Askush nuk mund të bëhet me faj se do diçka. Në fund të ditës të gjithë marrin, unë e besoj shumë këtë gjë, që në fund të ditës të gjithë marrin atë që meritojnë. Askush mos mendoj që ka marrë atë që se ka merituar. Kjo është, këtë besoj unë. Dhe siç edhe po flas për këto të rinj që them janë këto që duan direkt të mbrijnë në sukses, njoh edhe shumë
vajza dhe djem që punojnë me shumë pasion dhe e din shumë mirë që për të mbritur te ajo gjëja mbërrihet me punë, me shumë punë dhe me fat në fund të ditës. Dhe për te këtyre që përmenda, të duhet që të kesh edhe shumë durim që ti të marrësh goditje her pas here. Ndërsa nëse fokusohemi te këto të rinj që nisën fillim që duan të mbrijnë në atë pikën direkt të fitimit, pse mos i arrin? Pse mos ta kenë këtë ambicje? Pse mos ta kenë këtë ambicje? Pse duhet që kush jam unë, ti them atij që bëj si unë dhe lodhu ti nga mëngjesi deri në darkë. Nuk kam asnjë arsye unë që ti them atij ti merr pasqyrën time dhe shiu. Jo. Në fund të ditës thuhet edhe ajo shpreha që work smart not hard. Megjithatë, kush i ka mend plot që të punoj smart? Megjithatë, parimisht diçka kundër kësaj thuhet ti nuk kam, po pyetja që vjen nga mbas është çfarë je i gatshëm të lësh në këmbim të mbritjes së shpejtë, të rrugës së shkurtër të goditjes së madhe. Gjithmonë duhet se falas nuk është ajo punë. Po sigurisht, po ky është një paragjykim që ti bën tani. Ashtu? Se ndoshta po pa diskutim që po. Se jo domosdoshmërisht ti duhet të shkëmbesh diçka të vetes tënde me atë suksesin që ta jep dikush. Po pse duhet të ta japi ai? Po sepse kjo po nuk kuptohet që ti të mbrish atje. Mbase je shumë i aftë. Që ti të mbrish atje, ka njerëz që e kanë prekur suksesin shumë shpejt. Dhe e kanë prekur qoftë edhe këngëtar, e kanë prekur suksesin sepse kanë patur një hit. Sepse nëpërmjet atij hitit, pa marrë këngëtar sepse është një gjë solo player. Po nëpërmjet atij hitit kanë ditur që ta shfrytëzojnë atë moment dhe të qëndrojnë në qendër të vëmendjes me produktet e tyre. Edhe pse nuk është një rast që përsëritet shumë shpesh, po është një rast. Dhe për sa kohë ti e ke një shembull, pse mos ta marrësh atë shembull si shembull? Ja Ziliara, ora mbarohi. Do shkojmë te pjesa e dytë, do shkojmë Stars nga Pink Panthers. Te një njeri i suksesshëm le të shkojmë. Okej. Hej, Vjoj të jem në studio me Olca Bazin edhe me kolegen time Violën. Do të flasim tani Viola për... Mua këtu do më kesh për gjato e kohë. Po, për shumë gjatë edhe të pacha. Shumë mirë, dhe qofshi gjithmonë. Shumë faleminderit. Në këtë eksperiencë dhe kudo. Shumë faleminderit e thënë nga ty Olc. Në kuadër, me qenë se jemi tek dashuria, tash ja, shikon sa bukur u futëm me gjetëm me atë. Në kuadër të dashurisë është quajtur edhe romedia e parë shqiptare, rom comedy. Romance komedi e parë. Ka qenë një biles, kam qenë me Ledionin kur po i thoya që diçka kjo nuk është atë romancë, është atë komedi, është romedi. Dhe në një moment në një nga dalit e vete tha Olci tha që ishte romedi. Po ka qenë një iniciativë shumë e bukur, le të themi, një realizim mund të them i jashtëzakonshëm sepse pati një bashkim fuqish pa diskutim të Top Channelit që është një dinozaur le të themi për të mbështetur dhe të bërë gjëra dhe sigurisht një lër film që mbuloi sheshin e xhirimit dhe pjesën e xhirimeve dhe realizimin le të themi të gjithë pjesës në terren dhe të në fund të mbritëm në një produksion i cili për mua ka qenë një produksion për të vlerësuar dhe më i zhurmshëm dhe më i gjezdisur nga të gjithë produksionet. Pasi se vinte me një herë pas një eksperiencë me dy personazhe. Sigurisht që aty u linjëzuan edhe planetet. Ishin po prap nga Big Brother vinin edhe Luizi dhe Olta, dy personazhe që për mua janë në figurën që kanë mundur të ndërtojnë janë të paarritshëm si personazhet të dy, secili në atë të verën, dhe të dy këto personazhe patën le të themi rastin që t'i japin edhe ato të dy filmit jahonën që ne prisnim që filmi të kishte. Ma shuaj një kuriozitet që kam përshtypjen nuk është vetëm i imi. Si është Luizi si aktor? Se si këngëtar nuk kemi ndonjë dyshim. Ka një gjë. Si aktor tani. Luizi është i ka dhuruar Perëndia le të themi këtë talentin. Ja ka dhuruar. Është i dhuntuar. Është i dhuntuar, po ta quajmë kështu. Dhe shikoj që ti je një aktor i mirë, pra aktorët nuk është se janë aktor i mirë, aktor i keq. Një aktor dhe nuk ka rol të madh apo rol të vogël. Domethënë një rol të vogël ti mund ta bësh po aq të dukshëm në film sa ç'është edhe një rol i madh, sepse ti je i Zoti që ta bësh atë rol që të mos duket më i vogël.
Dhe Luisi në vetvete është një ja ka dhënë Perëndia dhuntin që ti kuptoj gjërat dhe ti për të thënë nëse është aktor i mirë apo i keq nuk do guxoja, por që me atë dhunti arriti që të ndërtoj atë personazh që ndërtoj në film, edhe pse nga mënyra se si ishte shkruar nga Colorito Zuccali, u përshtat le të themi edhe le të themi personazhi me Luisi. Pa diskutim që Olta ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën e ndërtimit të personazhit vet dhe përshtatjes dhe mënyrën se si të dy u përshtaten në film, por që në fund të ditës ajo është për mua është një produksion që është vështirësisht i arritshëm sërish. Okej. Ka pasur problematika ose mbase momente edhe gazmore gjatë xhirimeve të? Ka pasur, patjetër që ka. Disi është në momentin që flas mund të kuptojnë vetëm ato që marrin pjesë në një film dhe në bërjen e një filmi, kur ti je në set, ti je nis çdo ditë je minimalisht 12 deri në 14 orë. Okay. Në xhirim. Në shesh xhirim. Që do të thotë ti je nis ditën në orën 8 dhe mbyll në orën 8. Në rastin më të mirë. Ose në 10. Në rastin më të mirë. Po nuk ka 12 orë janë minimale, do shkosh 14 orë. Se një pjesë e grupit do vi përpara, në set, do realizoj setin etj. Dhe këtë gjë ti e ke për ditë. Dhe ka raste të caktuara që diçka nuk shkon në set. Të tipit që skenografi nuk ka përgatitur 2 të tilla sepse njëra u thy. Duhet vije, ka shumë ngjarje që ndodhin në film. Dhe njerëzit fillojnë ditë pas dite fillojnë dhe ngarkohen me gjithë këto gjërat. Dhe nga dita e 12 aty fillojnë konfliktet e para pa diskutim. Është manual kjo, dita e 12 pritet. 13 14. Unë po e bëj ndryshe pyetjen. Lëm në kuadër të dashurisë, po kthehemi dhe bëjmë një përgjithësim të gjitha produksioneve. Dhe sigurisht edhe në kuadër të dashurisë ka patur edhe momentet e veta të gjaknxetësisë të dikujt, por që pa qeder. Cilin kujton ti momentin më konfliktual në të gjithë eksperiencën tënde? Që të ka mbetur pik, po themi. Të kujtoj unë një moment timin konfliktual. Kemi qenë duke xhiruar kë është filmi Bolero në vilën e pleqjve me Robert Ndrenigën dhe Margarita Xhepën. Po. Është një nga filmat për mua në 2018 është realizuar, në 2020 doli në kinema, nuk pati fatin që të este gjatë në kinema sepse ishte pikërisht në momentin e pandemisë. Por që në kuadër në Bolero në vilën e pleqjve për mua është një nga filmat më të arrirë të gjithë periudhës së pas viteve 90. Gjatë filmit ne xhironim në një rrugë më këtu tek shkolla e kuqe, pak më sipër është një vilë. Kur ecëm çik më sipër, është një vilë në krah të djathtë. Te ajo vilë ne kemi xhiruar një pjesë të mirë të filmit. Në një moment do duhet xhironim një sken për jashtë. Dhe sigurisht që ne shkojnë 2-3 veta që e zën rrugën atje. Që mos kalojnë. Me leje, kujdiun etj. Dhe 2-3 ndërtohet ajo skena jashtë që më të kthehet për plasje. Aty vjen një makinë plerash, e cila nuk kishte dënjuar që të ndalonte me 2 asistentët e produksionit që kishin qenë atje. Dhe kjo gjë mua më acaroi shumë dhe i kam dalë makinës përpara në një terror që pse ti nuk ndalon. Dhe kjo ka qenë një konflikt që sigurisht ndaloj aty, por që kjo ka qenë një gjë që ishte e çuditshme edhe nga ana ime që shpërtheva në atë moment, po si do ta përshkruaje veten me 3 fjalë, po themi, gjatë shesgjërimit? Nëse të sheh Ols, ti ke përshtypjen e një njeriu që nuk acarohet kurrë, që nuk e ngre kurrë zërin. Është e pamundur të nxjerrësh kjo vetë. Domethënë në momentet që unë jam acaruar në jetë ose që kam pasur dhe unë ato të mia, kam kuptuar që shkoj në një tjetër nivel dhe pastaj kur jam qetësuar kam kuptuar që ti kurrë nuk duhet të shkosh në atë nivel. Dhe kjo është një formë parandalimi i vajtjes i çuarjes së vetes time në atë nivelin që unë e konsideroj shumë të shëmtuar. Kështu që unë jam sigurisht shumë i madhur, jam një njeri shumë bashkëpunues dhe në pjesën më të madhe të rasteve mirë kuptues, por në momentin që kuptoj që kjo gjë nuk bëhet, aty jam i vendosur për një gjë që nuk bëhet ose që bëhet. Një gjë që do e toleroje kurrë, për shembull, në punë, po themi. Gënjeshtrën. Okej.
Kështu që nëse keni implanti thonë, jo vonova se kishte trafik dhe gjëra të tilla, mos e provoni fare. Unë jam idhtari së vërtetës, kështu që e dua shumë të vërtetën, edhe pse ajo vjen në formën e vet ashtu siç vjen, po e pranoj më shumë atë se sa gënjeshtrët. Çfarë shenjë horoskopi Olc? Peshore. Do me thënë sot që jemi 3 peshore. Okej. Jemi 3 peshore. Tetor, shtator, 28. Nëse unë jam peshore tetori, prandaj po thoja unë pse po shkojmë kaq mirë ne. Po pra, si ka mundësi, ç'është ky ekuilibër në kinotek. Jo kaq shumë ekuilibër. Jo kaq shumë ekuilibër. Egon si mendon ti? Peshorja ime e tetorit sikur të shkojmë te lojrat, që të fitojmë kohë sa më shumë të jetë mundur. Unë jo vetëm që jam peshore, po e kam në një ditë me Vladimir Putin. Kështu që ashtu, ha? Nuk është ndonjë shenjë e keqe kjo, domethënë se janë gjëra që qellojnë, domethënë s'ka problem. Do të mendoj. Mirë. Përpara se të shkojmë te loja, doja t'i bëja Olzi disa pyetje që ta njihnim pak më shumë. Ta njohë vet pak më shumë, po them, a ke ndonjë zakon që të gjithë të afërmit e tuaj quajnë të çuditshëm? Po, shkurt, ë? Që nga njerë thjesht hyn ato frekuencët e mia që njerëzit që më njohin nuk më marrin për keq. Të tipit që mund të jem në një gjendje të caktuar, hy diku dhe nuk të flas sepse jam në atë gjendje. Peshore 100%. E konfirmojmë. Okej, mirë. Nëse nuk do të ishe në industrinë e filmit, Olc, ç'a punë do bëje në jetë? Do isha kamionist. Po pse? Të pëlqen? Ore, di që bëjnë lek ata? Më pëlqen shumë të jetoj me veten time. Po, se janë gjithë kohës thuaj se vetëm. Më pëlqen shumë të bëj udhëtime të gjata. Më pëlqen shumë dhe shpesh udhtoj dhe vetëm. Dhe më pëlqen shumë shoqëria e vetes time me veten time për veten time. Udhëtimi që të ka mbetur në mendje? Një eksperiencë që se harron asnjëherë? Ka shumë të tilla, po më e fundit për shembull një eksperiencë që nuk e harroj, që është më e fundit, ka qenë vjet në ver ku bëra një 20 ditë pushime vetëm me makinë në Itali, Gjermani, Francë, po. Super. Dhe thjesht nuk e dija ku do hikja, vetëm nuk e dija kur do kthehesha, vetëm zgjidhja një vend, zgjidhja një hotel dhe shkoja. Gjërat më të bukura shpesh vijnë prej rastësisë. Po. E ke parë ndonjëherë veten si personazh filmi? Të ndonjë filmi çfarë do, nëse ekziston? Jo, nuk e kam parë veten personazh filmi, e kam parë veten e kam identifikuar shumë me një personazh tek Arku i Triumfit, me Ravikun. Ravikun. Arku i Triumfit. Çfarë perle? Me Ravikun aty po. Ai është personazhi që le të Po pse me Ravikun? Po se ka këtë natyrën time, një njeri që është pak a shumë solitar, që mundohet që të zgjidhë ato hallet e veta, problemet e veta, punën e vet. Por është i ndjeshëm. Pa u përzgjedhur shumë, pa diskutim që është i ndjeshëm, por është edhe një njeri që e pranon realitetin ashtu siç është. Mirë, tani loja është kjo. Ti je producent dhe je producent për i vërtetë, jo thjesht në lojë. Po loja është që ke buxhet të palimituar. Sa të duash ti? Sikur. Okej, buxhet të palimituar. Mirë, më pëlqen fantazitë. Atëherë. Me cilin aktor do të bëje film, aktor shqiptar po themi, nëse do kishe një buxhet pak kufizuar, cilin do të zgjidhje? Që e ka çik të shtrenjtë pazar. Ti do shkoj të zgjidhje gjithë kastin, e kuptoj, po të parin, atë që do doje të shkoj. I pari që më vjen në mendje është Çim Xheva. Okej. I pari që më vjen në mendje është Çim Xheva sepse është personazh. Pyetja e radhës. Një remake i një filmi të njohur shqiptar që ti do doje ta ribëje. Kapedani. Kapedani. Kapedani e bën e restauruan, po se ç'na i dolën një çika të ngjitset e mos më faqe. Shikoj, disa e vështirë është restaurosh një film. E kemi pasur diko të ftuar këtu në studio dhe na ka sqaruar çdo etapë. Është jashtëzakonshme. Është që mund edhe një lodhje pa parë. Ama nuk duhet i humbasim këto produksione që i kemi, se jemi me faqe kemi enda. Po restaurohen, unë e di që po restaurohen, kështu që. Si mendon që është filmi që më njëherë duhet të restaurohet nga filmat e vjetër shqiptar? Po koncert në vitin 36, nuk e di a është restauruar apo jo. Jo, deri më tani nuk ka. Është një me ngjyra është ai, mos gaboj. Është po sidoqë di restaurimi është përshtatje e filmit nga film në digital, kështu që aty mbrin. Viola? Një histori që ende nuk është bërë film, por duhet. Do ta bëje ti. Pra një true story që Ali Pashte Pelena. Okej. Ose nuk është bërë ndonjëherë film. Sa kurioze do isha si do portretizohet teatri ndoshta Ali Pashte Pelena është një personazh i jashtëzakonshëm, kur flasim jashtëzakonshëm, mund të flisnim shumë gjatë. Është një qenie e papërsëritshme. Si qenie, si
si mendje, si qasje për kohën, si kushdo që e njeh historinë e tij dhe që ka studiuar për të, e kupton sepse pak e njohin historinë e tij, prandaj po flas kështu. Dhe un jam tek ta që e njoh pak, prandaj po do dëgjoj kështu. Është duhet it's a must. Duhet patjetër që të mundësisht lexosh romanin e Sabri Godës për të, po me pakta. Po të njohësh edhe personazhin, studiosh për të, është jashtëzakonshëm. Nuk është asgjë nuk është kot atje ku është dhe askush nuk është kot aty ku është. Okej. Një njeri që ka pasur letër këmbim me Napoleon Bonaparte. Një njeri i cili Lord Baroni ka vajtur atje, një njeri që nuk më kujtojnë gjëra të pafundta që. Ose do ta bëje një film për Hitlerin? Po janë bërë filma për Hitlerin. Jo, po them Olsia do ta bënte. Nëse nuk është një, domethënë është më vjen shumë e huaj kjo si pyetje dhe si përgjigje. Po Enver Hoxhën. Po, për Enver Hoxhën, po, patjetër, për domethënë ajo që i mungon Shqipërisë është trajtimi i historisë vet, qoftë fiksional, qoftë dokumentar, qoftë është na mungon. Njerëzit nuk e njohin historinë tonë dhe një nga arsyet pse nuk e njohin historinë tonë është sepse nuk është prodhuar content filmik për historinë tonë. Dhe ajo është një lloj revolte, është mungesë respekti për veten. Po ndërkohë nga ana tjetër duket se turistët që vinë në Shqipëri, një nga pikat thelbësore që duan të njohin është historia e Shqipërisë në komunizëm. Kështu që mbase edhe në kinematografi dhe në art do duhet ta shfrytëzojmë sa më shumë edhe më tepër. Po, e di kush është se ne na duket na shkthy komunizmi si një moment kështu afrodiziak që kthehemi dhe shohim një histori që na më falni për shprehjen na ngref na po. Si është ajo historia? Por që historia e Shqipërisë është e jashtëzakonshme gjatë periudhës së pavarësisë. Historia e Shqipërisë është e jashtëzakonshme gjatë viteve 1920. Historia e Shqipërisë është e jashtëzakonshme kur Zogu vendosi të bëhej mbret. Historia e Shqipërisë madje është e jashtëzakonshme kur Lev Nosi që themeloi postën shqiptare, vendosi që disa pulla postare t'i bëj në pak numra sepse e ka ditur që këto pulla postare do merrnin shumë vlerë në të ardhmen. Ka bishta, xhepa dhe histori brenda historisë shqiptare që janë të jashtëzakonshme, por që ky popull nuk i di. O çuna do ta shtym edhe një 40 minuta të tjera. Dgjoj, pyetja e fundit. Një vend në Shqipëri ku do të xhiroje gjithmonë. Pra vendi që ty me syrin e regjisorit të pëlqen. Këtu pastaj syri producentit më shumë se regjisorit. I producentit, okay. Un kam një domethënë kur jepesh diçka e pa e kuptuar pse po jepesh, kjo për mua janë malet. Dhe unë do xhiroja histori malesh dhe do xhiroja me shumë qejf. Pra të qenurit në mes të lëndinave, shkëmbinjve, pllajave, bjeshkëve, borës, lumenjve, liçeneve akullnajore për mua është një emocion që unë ja adhuroj vetes her pas here. Tani unë nuk e di nëse do jetë ky produksion i radhës, pra në këtë natyrë që Oli si përshkroi, po që do jenë këto pushimet e radhës dhe kuptova. Në fakt unë kuptova që nuk është se kam unë vetë ndonjë problem me dorë, po thjesht s'kisha takuar shpesh peshoret e tjera. Unë që ngam në rregull. Ols, ishte shumë kënaqësi që patëm në Kinotek në Sol. Shumë faleminderit. Kënaqësi dhe ju uroj as më shumë as më pak shumë sukses. Shumë falenderojmë shumë. Shumë faleminderit. Mirë, do të rikthehemi vetëm pas pak për t'u sugjeruar se çfarë mund të bëni në Cineplex, çfarë mund të shihni, megjithatë sa gjej unë emrin e këngës. Sa gjesh ti emrin e këngës, do të dëgjojmë. Do të dëgjojmë tani WAP nga Cardi B dhe Megan Thee Stallion. Shijojeni. Ja ku jemi rikthyer. Nesër është dita e madhe. Super bisedë, ditë e madhe. Ditë e madhe çdo ditë, pse pikërisht nesër? Po nesër është dita e madhe për ne që jemi rritur me Lilo dhe Stitch. Edhe Pa, na thuaj. Sepse nga 22 maj në Cineplex rikthehet edhe një herë Lilo dhe Stitch, aventura klasike e Disney që kombinon humorin, zemrën dhe fantazi me regji të Dean Fleischer Camp. Rikthehet pikërisht
Nesër sikurse e thash, 22 maj, një ditë e shënuar për ne admiruesit e këtij filmi të animuar, i cili nuk është vetëm për të vegjëlit, por është për çdo moshë, është për çdo shpirt aventuresk, kështu që nesër ju presin ulset tuaja në kinema Cineplex, në Teg dhe në QTU. Ohana do të thot familje dhe familja nuk të braktis kur. Kështu dua ta mbyllim këtë. Okej. Episod. Unë e mbylla. Kështu dua ta mbyllim. E mbylla. Ohana do të thot familje dhe familja nuk të braktis kur. Edhe ne nuk do t'ju braktisim ju të dashur dëgjues dhe shikuesi, na ndiqni në Radio Sol, në YouTube dhe në Spotify, edhe kudo tjetër që. Ndërkohë që ne do të shihemi sërish të mërkurën e ardhshme, ju do të na gjeni më pranë në vetes përmes YouTube-it, Instagramit, Spotify vizualisht dhe me audio, dhe kudo tjetër që ju dëshironi, madje edhe në makinën tuaj, në 89.0 FM. Deri të mërkurën e ardhshme ju përshëndesim, bëfshi shef dhe kalofshi mirë. Pafshim.